1838 maturant në qarkun Korç i janë nënshtruar sot provimit të parafundit të maturës shtetërore, atij të matematikës. Burime në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Parauniversitar në Korç bëjnë me dije se provimi u zhvillua në 4 qendra të përcaktuara në qytetin e Korçës, 3 në Pogradec, 2 në Maliq dhe nga një qendër në bashkitë Devoll e Kolonj. Maturantët kanë pasur në dispozicion 2 orë e gjysmë për të përgjigjur pyetjeve të testit, prej orës 10 deri në orën 12:30. Sipas gjykimit të vendnxënësve, provimi ka qenë i nivelit mesatar, deri diku i vështirë, ndërsa për disa ka qenë i thjeshtë. Ishte shumë i thjeshtë, e bëm sepse mësuam tër natën. Sa pyetje kishit në test? Kishim 32 pyetje, po ishte shumë i thjeshtë, prap. Nuk ka asë të vështirësi. Jo, fare, as emocione, as gjë. Si dolët në provim? Mirë të themi drejtën. Si ishte teza? Ishte, po të themi të drejtën në nivel mesatar. Mante gjitha ato që kishit bërë para përgatitje? Po. Ishte e thjeshtë teza? Në disa ushtrime ishte i thjeshtë, domethënë të gjitha ushtrimet pothuajse kishim punuar, por disa dhe vështirësi. Në cilat ushtrime për shembull, çfarë kishin të bërë? Më tepër tek ushtrimet e fundit, sepse i përkasin më shumë notës 10. Procesi i provimit ka vijuar normalisht dhe pa probleme. Rregulloria e zhvillimit të provimeve të maturës shtetërore nuk është shkelur, si nga nxënësit ashtu dhe nga arsimtarët që kanë mbikëqyrur këtë proces, duke bërë që gjithçka të kalojë në qetësi. Provimi i fundit që përmbyll ato të maturës shtetërore është ai i lëndës me zgjedhje që do të zhvillohet në datën 24 qershor.